Po, Faton, edhe diçka përsa i përket veriut Kosovës, si ka qenë mbarvajtja e gjithë procesit, shpërndarja e materialeve, monitoruesit, gjithashtu vëzhguesit ndërkombëtar, edhe detajet tjera, ndoshta përsa i përket sigurisë në atë pjesë të Kosovës. Çfarë mund të themi? Institucionet e Kosovës kanë marrë promesa që ketë siguri plot, do të ketë numër që jo shpërndo materialin në gjithë qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut dhe pritet që procesit kaloj pa ndonjë incident, siç ka ndodhur edhe me 28 dhjetor, sepse përfaqësues të listës serbe pro do të marrin pjesë në këto zgjedhje dhe eventualisht mund të ketë konfrontim në mes të mbështetësve të një grupacioni ose një grupacioni tjetër serbe. Të kujtojmë të Nenad Rashiqit, pra mund të jetë më i sulmuar nga Çorçet e Radojqiqit, të cilët janë në linjën zyrtare të listës serbe, por ndryshe nuk pritet të ketë ndonjë incident të lartë përveç ndonjë përplasje që mund të jetë të vëzhguesve brenda serbe, po flas një pjesë që mbështesin Nenad Rashiqin, i cili është pro linjës së institucioneve të Kosovës dhe pjesa tjetër që është linjën e Beogradit. Por ndryshe janë marrë masa që të ketë mbarvajtje të rregullt të këtij procesi dhe nuk besoj që do të ketë ndonjë incident siç nuk ka pasur edhe me 28 dhjetor. Faton, edhe këto zgjedhje do të shikojmë të njëjtën gjë, e kanë fjalën për grumbullimet masive të serbëve atje që shkojnë të gjithë bashkë për të votuar, apo diçka ka ndryshuar në këto zgjedhje? Si mendon? Jo, nuk ka ndryshuar, sepse ata që vinë ata janë kryesisht nga një pjesë e madhe nga Serbia, të cilët kanë edhe shtetësinë e Serbisë, mirë po gëzojnë shtetësinë e Kosovës, pra pritet që të ketë numër masiv të ardhjes me kryesisht organizuar me autobus dhe të cilët do të futen në rrugë legale. Pra nuk pres që institucionet e Kosovës do të kenë drejt për të ndaluar, por ata gjithë janë të dirigjuar nga Beogradi për të votuar linjën zyrtare të Beogradit që është pjesë e listës serbe. Kështu që ata pretendojnë që të marrin të gjithë 10 vendet që u takojnë, duke mos lënë asnjë vend për Nenad Rashiqin dhe gjithë ata që mbështesin zotin Rashiq që janë linjën e Kosovës. Pra, fakti që Nenad Rashiqi është rrethuar kraj institucioneve të Kosovës e ka mobilizuar edhe më të madhe numrin e serbëve që vinë nga Beogradi për të votuar në Kosovë, në pjesët e madhe tyre që janë larguar nga veriu i Kosovës, sidomos nga koha sovranitetin atë pjesë të veriut të shtrin nga institucionet e Kosovës. Faton, si ka qenë votimi me post, votimi në përfaqësi diplomatike në këto zgjedhje? Po, votimi me përfaqësi diplomatike, pra do të jetë më i lartë se zgjedhjet e kaluara, kështu që ai është kryer do të kryhet gjatë ditës së sotme me një pjesë e madhe e tyre, mirë po ky numër është dikun 5 votues që do të vërtojnë në përfaqësi diplomatike dhe të cilët pastaj do të vinë me postë në Kosovë për të numëruar dhe për të futur limin e. Mirë, kemi shkëputje me Faton.